Ort Kresha në studio ka thonë, a di shka i bojnë atyja, apo dhe? Për mu personalisht, ndërshtu bashkëpunime, ma e mira është e qëqtoj, këni kalëzu t'i këtë tjetër në herë? Era po. Aero party, like a PM, Dax party. Ain't no party like a PM Dax party. Shtu që, ka thonë festimi balë, mos na met neve, ata lorgësane ka thonë. Ani okej, shumë buk, para mendo qëre shumë mirë se si vetë keni bashkëpunime shumë të mira, e keni me erën, e keni me emrën, e keni me lërikëllësunin. Qka vjet tjetër? Që arruva dhe më që Greshën, ka dalë ku shkën? Thuj e shorë që f'ka Lunoni, o t'i gjuhu lek në klip. Greshën e kom vendas kështu që ajë si bet hatri ati. Legendën. Jo, përmenet lërikëllësunin automatikisht shkërmen edhe ti. Edhe Gresha. Okej, kush vjen mas si këti bashkëpunime? Mas ti bashkëpunimi. Edhe shtot. Fol bre birës. Une ju kom thoj njerëzën i vetë që ju s'keni munojt si vjetë se që ashtu përshije. Që ashtu është e vërtet. Po del mas një muaj, s'ka po vjen. Qëre, ja kranishna, se këtë vetën e dogë që bujna 10 vjetë, që jena si dyshe, që funksionina si grup, thoj za grup, se jena shumë kështu për si grup. Si duhe. Edhe këna vendos me bujnë album, për shkak mi a bu 10 vjetës për 10 vjetur. I kena bu 5 kongë që kena me qitë verës, dhe me thonë trivi që kena lansu, jenë edhe 2. Një kena me Ardian Bujubën edhe Janinën, edhe njënën e kena me Ferën, edhe Kamujet e Tori kena edhe 5 tjera, po ato kanë me kun pak ma i pop. Po, birë folë dhe të shmi shumë për fulli, Për ato 5 kongë tjera, sinqerisht, me qep, po boll, i dham 2 ekskluzive, dhe 5 kongë të timrit janë kongë i pop, edhe kanë me kun bashkëpunime në ashta jo me një kongëtar, ose kanë me kun remixa 4-5 veta, apo dhe kanë me kun diçka shumë interesant, edhe nuk është që po thona ka më kon me këto ose me ato si diet alo, dhe treks janë gati, veç e thjesht bashkëpunime tash kush me kanë çka qysh tek. Ama na më kon shumë. Çka më duket shumë interesant është që DJ-at e na nuk është që prodhojnë shumë produkte, nuk prodhojnë shumë albume, a menoni që do të me njek këtë idenë e juve me prodhu albume edhe DJ-at e tjerë të Kosovës? Po freskë që me thonë, për dhe sot njerës hinë këtë industri, do me thonë nasi DJ-a një farë forme s'kena nështë ta nevojë edhe me bu kongë. Të morë parasysh çfarë treku kena të na koncerte do me thonë ki gjithë. Po, na kena vendos me bu, do me thonë me një farë DJ Khaled Style, nëse më me thonë, ose me thonë DJ Blundi, shumë respekt për Blundi dhe Zhitën, ata e në por DJ-a që kam pru tre, kam me artista, kam bu edhe albume në pak, shumë respekt për ta edhe nështë ta që ajo konë një farë vazhdimësie që ka bu Blundi me Zhitën. Kështu që na kena vendos me një kësat rrugë edhe besoj që jena mirë. Një pyetje po du me apo mbaj që bjo ndërprej, po du me apo një pyetje. Për syne 3 bashkëpunimeve që i keni lëshu, për albume që e keni lëshu, që keni me lëshu. Kallëzëm ne, cilën bashkëpunim... Ato pyetje i vënd dikush tjetër. Cilla kongë për syne 3-jave që e keni lëshu të iqtash, juve dëve, ja u them so thuni që kjo birë, korshini, jo të, ja s'gat një dorën një tjetër. Ja, në që më dujna? Qone për dëmë, unë qone. E më shifim. Vjenë shka ma mesë, po se ani. Për mu personalisht, ndërshtu bashkëpunime, ma e mira është me emrën edhe me Kreshën. Thujti këtu tjera të dhe i bjeshe dyja. Unë zerë rëmbi. Jo, po, të tjeni, po një me njënën, a e keni... Ja, balë, po, qëre për të risoj këna shita këna vendus. Se nuk po lidhe, se unë e ti për të risoj këni qitë jenë 3 jatë borda. Ama qëre me ta bu kështu pika shkurta. Nëse morën për dashni, kongë që është dashni edhe verore, me emra brojnë në shumë e furë. Se ko që asë le ko dhe mojë për pak si Afro House, është kongë për dashni tema, është shumë e mirë. A menoni që kjo konga për dashni, ja ka kalu kongës për dashni që e keni pos me Mojkit? Jo, me Mojkin e këna pos me Mojkin në Megahead, do me thonë, se ki fjallë për Serdali. Serdalia, po, nuk do me thonë që edhe kjo kongë është e kesha, mo, Serdalia... Pytja është, albumi jonë e koni trip, se ma erët pjeve ta përshamë Blundi me Zhitën, Blundi ka posë Zhitën gjithë. Ka thonë edhe nëse s'ka posë që ka Zhita ka kënu, na jem të DJ-a dhe na kem pak ma problem se gjithë me posë artistin musafir, të me posë gjithë të me posë munja. Edhe albumi do me thonë të na është koncept, nuk është album që e bo një reper, që e bo një album, e bo kon histori, një histori, apo dhe albumi komplet. Na ma shumë e kem, ka me konë 10 kongë, që kur ti ngon, ka me konë si playlist, bala. Normal, e lëshën një kongë tjetër, është Afro House, mas ne është hip-hopi, që është për shamë historia që thajti mas që ta ju ka pëlqy. Na i këna pos 2 bita për Kresh në festimin, na kam pëlqy 2 jatë, mu më ka pëlqy sani me festimin bita, jemi ti ka pëlqy me Kresh. Or Kresha në studio ka thonë, a di shka
i bojnë aty atë, apo të? I bojnë aty atë, edhe mas ne kena bu Kresha është në bit pjemit,